kemi rekomanduar pikërisht mbylljen apo kufizimin e aksesit për platformën TikTok. Ky kufizim aksesi do të jetë deri në një periudhë 12 mujore, periudhë e cila do të na lejojë ne të gjithë kohën e nevojshme për marrjen e masave në bashkërendim me përfaqësuesit e platformës TikTok. Ne kemi nisur tashmë një komunikim me përfaqësuesit e TikTokut, një komunikim i cili ka të bëjë me marrjen e masave të mëtejshme, duke filluar nga filtrat për sa i përket moshës së aksesit në platformën TikTok, nga filtrat në lidhje me kontrollin prindëror dhe gjithashtu edhe sa i përket filtrave të domosdoshëm në lidhje me të gjithë aspektet të komunikimit edhe në gjuhën shqipe, duke vendosur këto filtra do të parandalojmë pra pikërisht edhe promovimin e sjelljeve të cilat janë të padëshiruar dhe që vinë përmes komunikimit në platformën e TikTokut. Nga ana tjetër, më duhet që ta theksoj edhe një herë që ky është një vendim i cili ka në fokus dhe në qëllim parsor interesin më të lartë, interesin e fëmijëve dhe të rinjve dhe sigurisht sigurinë publike në mjedisin digjital. Për sa i përket elementit që ka lidhje me ndërprerjen pra të aksesit, do të jetë Agjencia Kombëtare e Sigurisë Kibernetike, e cila me endet përkatëse do të punojë dhe brenda një periudhe të shkurtër kohore, që mund të jetë disa ditë apo një javë pak, do të mundet që të realizojë pra këtë ndërprerje të përkohshme të aksesit në platformën e TikTokut.